Kalimi tokës bujqësore nga përdorimi në pronësi është një drejtë e garantuar me ligj. Trajtimi me tokë kryhet sipas zonës kadastrale, duke përfshirë në këtë proces të gjitha kërkesat e administruara përmes njësive të vetëqeverisjes vendore për atë zonë. Përfiton nëse ke bërë kërkesë në bashki brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e ligjit, je përdorues faktik dhe nuk e përfituar më parë titull pronësie për atë tokë. Gjithashtu, kryefamiljari duhet të ketë qenë antar i ish kooperativës apo ndërmarrjes bujqësore për periudhën e caktuar, të vërtetoj banimin në atë territor dhe të mos ketë përfituar titull pronësie për tokë bujqësore në një territor tjetër. Toka duhet jetë arë, pemtore, vresht ose ullishte, të mos jetë në pronësi të tretëve, pjesë e investimeve strategjike dhe e kompensimeve apo e zënë me ndërtime pa leje. Pas verifikimit të dokumentacionit për të gjitha kërkesat, si dhe evidentimit në terren, lista e përfituesve afishohet për 30 ditë para se të miratohet nga Këshilli Bashkiak përkatës. Përfituesit e vendimit të kalimit të pronësisë mund të aplikojnë në çdo kohë për të pajisur me dokumentacionin e plotë për pasurinë e tyre. Transparencë dhe siguri ligjore, hap pas hapi.